Popullsia e Shqipërisë po të kurret me ritme shumë të larta, gati 2-3 herë më shumë se në vendet e tjera të rajonit, sipas të dhënave të azhurnuara nga Eurostat për popullsinë e vendeve kandidate. Në vitin 2025, popullsia zyrtare e Shqipërisë ishte 2.363.314 banor, me një tkurrje prej rreth 27.628 personazh brenda një viti, ndërsa në terma relativ, rënja ishte 1.2%, si normë më e lartë në rajon. Sipas të dhënave të Eurostat, rënja e popullsisë në Bosnjë-Hercegovinë është -0.3%, ajo Maqedonisë së Veriut 0.2%, Serbisë 0.6%, Malit të Zi 0.1%. Në 4 vendet e tjera kandidate të Ballkanit Perëndimor, popullsia ra mesatarisht 0.3%, ndërsa në Shqipëri gati 4 herë më shumë me 1.1%. Diferenca tregon se fenomenet demografike, veçanërisht emigracioni vazhdueshëm dhe ulja e lindshmërisë, po ndikojnë vendin ton më shumë se vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor me statusin kandidat për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Në vitet e fundit rënja e popullsisë është përshpejtuar për shkak të tkurrjes së të rinjve që po ulin me shpejtësi lindjet nga viti në vit. Tkurrja e fortë në grup moshën deri në 30 vjeç, po vjen kryesisht si pasojë e emigracionit të lartë që vazhdon të jetë ende nga më të lartat në Europë. Shqiptarët, veçanërisht të rinjt dhe profesionistët, largohen për paga të larta, kushte më të mira pune dhe mundësi më të qëndrueshme karriere në vendet e Bashkimit Evropian. Kjo tendencë është rritur pas liberalizimit të tregut evropian të punës dhe skemave të rekrutimit të vendeve si Gjermania, që kanë kërkesa të mëdha për fuqi punëtore. Të dhënat e brendshme tregojnë se popullsia nga 15-29 vjeç, që përfaqëson grupin e rinj aktiv në emigrim, u tkurr me 45% ndërmjet vitit 2011-2025. Gjithashtu Shqipëria ka nivelin më të ulët të lindjeve në historinë e saj të tranzicionit, me një normë fertiliteti rreth 1.2 fëmijë për grua në moshë lindje, shumë poshtë nivelit të zvendësimit dhe nga më e ulta në Europë. Shumë çifte të reja shtyn krijimin e familjes për shkak të pasigurisë ekonomike, kostove të larta të rritjes së fëmijës dhe emigrimit të partnerëve. Në dekadën në vijim, numri i vdekjeve pritet të jetë më i lartë se ai i lindjeve dhe do të krijojë deficit natyror që vetëm do të thellohet nëse nuk merren masa frenuese.